Mbrëmje magjike për talentin me origjinë shqiptare Brian Gruda në ndeshjen e tij të tretë me fanellën e Leipzigut në Bundesligën gjermane, sulmuesi dhuron asistin e parë dhe shënon golin e parë. Në minutën e 70 Gruda i nxjerr një top fantastik në zonë shokut të tij të skuadrës, i cili barazon shifrat, ndërsa në minutën e 89 vullosi sfidën me një gol të bukur me të majtën. Pas këtij barazimi 2-2, Leipzigu ngjitet në vendin e 5 me 40 pikë, ndërsa Wolfsburgu pozicionohet në vendin e 15.